ke huj do t'hiqe, veç kur më the përshëndetje ngela, kupton? Pse? Pse? Me demek kush merret vesh me këtë, a kupton? Po mu bëj qefi që e ke shqiptare. Për zotin, mu bëj qefi që e ke shqiptare. Ku rrin ti? Në Salonik. Po mirë, am pe mu që isha unë në Shqipëri, pa am pe që isha në Greqi para 2-3 ditësh. Jo, si pash. Beto? Unë e di nga kështu të njoh. Nga Sosa. Me rop shpije çuna për zotin, s'kisha pa gocë më të bukur deri tashi, mos me urrejt kot. Tashi ti më njeh mu nga Sosa. Unë e kam marrë Sosën me 7 veta live, ka pas 7 veta live kur hynte me mu 20-25, ja kam shu live-in 10.000 veta, 11.000 veta, 13.000 dhe ti më njeh ke mu nga Sosa. Sa vjeç je? 27. Qenë ke pak me madhe se mu. Qenë ke qik me madhe se mu. Ti sa je? E ik tash i zëm vjen tur me ta thënë, se kisha direkt me të marrë për nuse. As nuk më intereson një që je martume, a ke burra, a ke fëmijë, kisha marrë Jam për martuar, jo, s'jam e martuar. 30 jam. 30 je? Në 11 gushti kam bë 30. Okej. Tash i të pyes, ti kur hyn TikTok a je kështu live stream, rri për muhabet apo rri për lojra apo çfarë, se s'do me të prish shefin, unë varet si e ke. Për lojra, për muhabet. Nuk jam shumë kështu, jam small. Se unë nuk di me lujt, unë nuk jam i lojrave, unë thjesht rri, bëj muhabet me njerëzit, kështu nuk di me lujt, po nëse do me lujt ti, prandaj të pyeta, luj po deshe, ta çoj lojën, ma çoj lojën se di edhe rri po deshe, se s'ka me gjë, me bë dhe nej lek. Okej. Edhe po në Shqipëri ku rrin? Nga je me origjinë? Nga Korça jam, babi është nga Korça, mami është nga Gjirokastra. Sa e mirë që e ka me rapë marova për këtë. Për zotin. Unë s'jam dhe tip kështu që bin dashuri shpejt ose që i them gocave kështu je e mirë, po me rapë shpije ke qeka, s'kisha pa gocë më të mirë. Faleminderit. Filluti tash i shkoni si qift, shkoni, marto. Po vllai, ne ju po ju prisim me u martu. O Mica, si e ke emrin, si të thirrun ty? Mika. Mikaela. Pa emër të bukur Mikaela, pse ke vënë tu Mica, më duke si emër Maci, si Mace, Mace. Po nuk është Mica, është Mika. Po vej këti. Sa i gjatë je? Nuk jam e gjatë, jam e shkurtër, jam e vogël. O vdeksha unë për ty që do të rriz vetë, sa i gjatë je? 1.52 jam. 1.52? Thoj për zotin. Jam shumë e vogël. Thoj për zotin që je 1.52? S'më pëlqen fare. Thoj për zotin që je 1.52? Për zotin? O vdeksha unë për ty o drita ime. Shqyqyr se thash ku dhe gjene i... E di sa jam unë, 1.57. 1.57? E di që mund ta bëjmë një nikë të vogël në të dy? Shtojmë racën e xhuxhave. Një 57, të besoj, ta dish. Okej, jam 1.76. I gjatë je. Ore, unë nuk të besoj, me rëpë shpje nuk besoj. Aman, mos ma prisht, kam qatë dush, vetë shohë dhe të shofjerë kështu. Aman, për do. As ke vesh kështu. Se? Nuk do atë të qojmë. Ore, po ju që hyni live, më rëpë shpje, mos më thoni që nuk vish një tuta ose në i gjë dhe veç vish një kështu bluz me u duk bukur. Pas ke fustan. Jo, fustan.
Pantalonesh, çfarë Ah. festar? Me rob shtëpie, marroj për këto që janë nga 1.50, 1.52, me ikme në klap me këte, disa mund të kënaqem ta marr këtë kështu, me kërcy vallëzim, me rob shtëpie, ja. Këtu, Ja. Tu? këmbët kësaj kështu. Flasësh greqisht? Nere, po s'de ksero, Mila ke Helenika. Ja ti? Ξέρω. Γιατί εγώ δεν ξέρω πολύ καλά αλφανικά. Ti dhe kseri s'ka di poli kala, mërë, si Mila s'lo kala po e mena Albanika. Nuk e di mirë, se di mirë. Për zotin flet shqip më mirë se mu. I di. Po këtu në Greqi e kam bërë shkollën të gjitha. Shumë mirë, s'ka gjë tash. A e ke menduar ndonjëherë që do ikësh nuse në lushnjë nga hiçi, të përfundosh në lushnjë? Jo, se kam mendu. Ti llota mendon se ti do të marr për nuse. A ke pas në lidhje të gjatë? Po, kam pas. 3 vite. Da. 3 vite. Ke shumë që e nda? 7 muaj. 7-8 muaj. Je mërziti qik, e? Një qik. To vdeksha sa e mirë që e ke. Njef Migueli kjo. A njef Miguelin? Miguel, kush është kjo? Migueli është nga Korça ky. Me Klevisin, Migueli me Klevisin. Se di. O Greco, do njeriu me pozitiv TikTok. O Romi Durrës, respekte vllaj. O Greco, me rap shtëpie shkon shumë si çift me këtë. Për zotin e vllaj, unë kaq du nga gocat, mjafton, më thoj mirë, e marr për nuse direkt edhe burr me pas, ta di që është e martuar, më thën vi me ty, e marr me gjithë burrë çoj shtëpi. I the mamit, kjo është nuse, po ky burri nusës. Leri këto tani, leri këto. Për kokë të motrës jam të fol tamam. Shkoni shumë bashkë. Me kë? Me pillin e motrës sosës shkoj. Po mërti. Mos sa, gjëna. Si gjunaf. E mos sa. Po ku me çu sosën, nuk e ke pas sosën ti se si qenë chihuahua? Unë shkoja me sosën e kisha majt. Kisha bërë një gjë me sosën. Më ka ofru 1.100 euro sosa, mu 1.200 euro për të bë marrëdhënie seksuale me të dhe s'kam pranu. I thash nuk du. 1.200 euro, më tha mu 1.000 t'i kaloj me bank, tha 200 jap në dorë, nuk du, i thash se nuk mundem. Pse? Pse? Nuk është mirë nga mendja. A e shef? Pa kuptim. Se pava unë një moderator që kishte. Prandaj. Ke i shave, ke moderator. Se mbaj mend. Sa vdes për fama, e pesi e ngordi masën, i shira veç me nxjerr të jeta është shef. Po me qa merresh aty a punon a qa? Tani me asgjë. Pori. Merrem me TikTok-u. A, veç me TikTok, a bën e i lek në TikTok? Ka shumë. Qa është aja ty mrapa? Mrapa, ajo gjëja kështu. Krevati. Ha, krevati jot? Që thu, me nova se fle koltuk ti 1.50. O vdeksha unë për ty o dashuria ime që e pas këti krevatin e madhe fle vetëm, dhe mbushim bashk.
O ti lesh, o file. O Greca thot, o Greca, me rapsh për zoti thot mere se që e ka gocë e mirë. O vllai, po unë s'gaboj në herë, më burr, unë po thash, kjo është gocë e mirë, është gocë e mirë. Unë po të pash në fillim, po të thash je kurv. Kjo është gocë e mirë. Jam dhe fake. Si fake. Nuk jam fake. Ti s'ke as filtra si që dhe dorën kështu? Na, as i lloj filtri me rapsh. O, vdeksha unë për ty. Ej, po, ai kishte nisë në lidhje serioze? Po. Ai e gati me nisë në lidhje serioze? Jam, po. Po për shembull nëse i dashur jo s'do kishte qef që të hyje për TikTok e kështu. Do ta mbyllja. Kam problem. Po çuna, ja qifsha rob nëse nuk shihni mu deri në datë 31 më keni live. Po mirë, nëse shikoj, bëj pyetje. Bravo goca. Për zotin, pra jam të e pyetër se unë du me marr nuse për shtëpis, du me marr gocë metall bythën mileti. Ka bë çka ka bë deri dje, kjo e di vetë, është puna kësaj, edhe puna ime, tash se unë po bëj mohabet këtu live, thjesht po du me e njoft, me që e kam njoftu se unë do fol private, ndoshta e takoj e kështu ku dëgjoj. Por mohabeti është kështu. Mohabeti është kështu. Po të pres. Qa do të pyesësh? Ore, nuk do të pyet, do të them për shembull. Nëse unë edhe ti jena në i marrëdhënie, kena i lidhje ose ku dëgjoj. Serioz, s'du lidhje kështu me kalu kohë. A do ishte problem për ty që unë futem live e kështu gjërash? Jo. Po tash unë kur futem live, se kur jam live, unë për shembull mund të futem me një gocë tjetër, mund t'i them kota sa e bukur je, do martoj me ty, me thënë kështu budalliqe kota, mërzitesh e ti? Po, vdeksha, ma jep dorën, ta jap ta bleu nazën direkt. A je tradhtare? Nuk e di pse mendoj që je tradhtare ju ti. Jo, s'jam. O vlla, shtu më çudit më burrë, di çka ka menu. A di çka ka menu gjithë jetën. Më rrop shtëpi se s'du me ofendu gocën se nuk pas ka gocë më të mirë. Edhe gjatat, më rrop shtëpi nuk mendoj se janë kaq të mira. Tashi, a është e vërtet për shembull? A është e vërtet për shembull që me të dëgjuar kam, nuk e di nuk e harë ti të shifsha rob me këtë koment pjedh motre. Nuk e di, do me thënë sigurt. Nuk e di të sigurt. Are mirë, boll qeshët. Se më gatrut se qa të thoshet është. Flet kot, kjo thot i gocë këtu leqa, thot kjo thot, po kjo nuk e lë burrin me hy live TikTok. O Kingu, respekt e vllai. Se kam problem. Për zotin. A është e vërtet ashi se njerë? Do ta them greqisht. Άμα έχεις σεβασμό στο αγόρι σου και τον εμπιστεύεσαι, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να λέει στο TikTok, δεν έχει σημασία. Me rop shpije kështu menoj dhe unë për zotin. Po shiko tashi. Shiko tashi pse unë e kam problem, po ta kem dashur. Nëse unë jam çun. Po. Për mu, nuk është isoj që të vi femër të më thoj këtu me mesazhe, o Greca ta hëngsha bythën, ta hëngsha karin, sa i mirë je e kështu. Kurse ti e gocë, po hyre live do vit komentoj njerë, ti hyqa gjoksi, o të hëngsha këtë, o të bëfsha të. Po. Edhe unë e kam bezdi kështu, s'm pëlqen, a kupton? Kurse unë jam çun, maksimumi do më shajnë, gocat nuk më thojnë kështu. A kupton? Edhe për këtë e kam, po ty më vjen mirë që je kështu. Ku e ke mamin me babin? Ku i kam? A jeton me ato? A jeton vetëm? Po. Tani nuk jetoj vetëm. Jeton me prindrit. Thirrë pak, çoja pak live-in babit, fute pak këtu. Pse? Maroj mohabeti, thirrë të vi këtu ti kërkoj dorën, të them
Këtë gocën e Jo. kam... Jo. Jo. Po të betohem për kokë motrës e kam seriozisht. Mirë, me kë ke muhabet më shumë me mamin? Po. Me mami ke muhabet më shumë. Qa muhabeti ke me mami më shumë? Thirë, çoja live-in mamit vi. Po flej gjumë tani lere. Po nuk e di pse kam i përshtypje që ti am ke qef më kështu si çon si dukem. E mirë, tani nuk je në stilin ti. Pse, si është stili jo? Ndryshe. Si për shembull. Një sekond. Më qenë shumë tatu. Tani fix. E kam servis. Më pëlqejnë shumë tatu. S'të pëlqejnë shumë apo të pëlqejnë? Jo, s'më pëlqejnë. Rob shtëpia unë i pres krahat. I fshi direkt. Na? Po tashi, si përfundim, qyshje mali, tashi si përfundim, a jam stilin tata, as jam, a ta marr hapin, a të vit prezentojmë, a të fol me ty, a mos të fol, a të njifem, a mos të njifem, që mos të harxojmë kohën kot. 27 vjeç është për zotin, unë qim fikse kishim bën ai beb të vogël për 2 vjet, edhe ta kishim rrit. Me Gavladaj, o krenatora me Gavladaj. Betohem për kokë të motrës jam të fol tamam. Nuk jam të tallë edhe pse jena live, po me që të njofa live për herë të parë, nuk ja them në herë gocave live to që po të them ty. Tashi nëse ke qef me mjef në privat, mjef e kupton se kush jam, nëse do me më taku, do më takosh, nësa s'm ke qef a ku di gjë në shpuna jote, por që unë kam qef me të njof. Εγώ δεν βγαίνω ραντεβού με άτομα από το TikTok. E di unë këtë e kuptoj, po të them jashtë TikTokut, jo në TikTok, se tjetë për në TikTok. Po këtu të njofa. Po normal se këtu më njofe, se këtu dola, këtu më pe, mund të më shifi edhe në rrugë, mund të më shifi edhe në autobus, mund të më shifi edhe në shkollë, qa lidhe ka. Më pe këtu, do më njofësh jashtë, nëse do, nëse do. Jashtë nga TikToku, ndryshe është nga TikToku. Po qa ndryshoj për ty nëse do më kishe pa në rrugë ti mu? Se në nuk është se... A kupton qa them? Këtë që si thot njeri, kjo më duket thot se do nëj tjetër. A jetë dashurume me nëj qunë tjetër? Jam, po. E kam seriozisht. Jam, dhe unë seriozisht e kam. A jenë lidhe apo këshu? Jo, nuk jam në lidhje. Po pse s'lidhesh? Do lidhem. Ha? Do lidhem. Po kur do lidhesh? Θα δείξει ο χρόνος. Qa është, ai grek apo shqiptar? Shqiptarës. A ke tradhu në herë? Jo, kur. A bën me dalë në herë për qef para se më u lidh? Qa të bëj, më falë, se kuptova? A bën me dalë në herë për qef para se më u lidh? Pse? Jo. Moj ti drejt se kur e ke me yje ti jo, thot. Po pse jo, mër ty me dalë për qef? Sepse s'dua. Pse? Nuk jam
Kjo lloj femër. Po pse mërë qa lidhe ka, nuk jam kjo lloj femër, ti s'do kesh as me shenjë fytyre, as me shenjë gishte, as i gjë, qa lidhe ka? Qa do, Greqa? E diun që e ke turp ti, po do të marrë mrapa privat. Do të shkruaj herë dhe pastaj bëj çfarë dush. Mirë. Okej, mirë. Hajde të puthi çik se e goce mirë edhe ik. Hajde. Hajde, paqim. Ik të puth, ciao. Ciao.